Përshëndetje miq të RTS Korça, mirë se keni ardhur në emisionin Çfarë duhet të dini. Startojmë kështu sezonin e tretë të një prej emisioneve më të ndjekura, kështu që unë gjej rastin që t'ju them faleminderit të gjithëve ju që na keni mbështetur në këto 2 sezone. Së bashku me mua në studio është si gjithmonë Riza Hashimi, specialist i përfitimeve në Drejtorinë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore Korçë. Riza, faleminderit që je së bashku me mua në këtë sezon të ri televiziv në ekranin e RTS Korça. Faleminderit Eftiola. Gjatë edicionit të kaluar ne vërtet kemi trajtuar tema që ka qenë interes të qytetarëve dhe kjo fal edhe ndihmës që qytetarët kanë dhënë për këtë emision me pyetjet e tyre, me sugjerimet e tyre dhe ne jemi përgjigjur edhe pyetjeve por dhe interesimit të madh të tyre për fusha të ndryshme, jo vetëm në fushën e sigurimeve shoqërore, në fushën e tatimeve, në bujqësia, në arsimi dhe shumë tematika të tjera të cilat kanë bërë të mundur që qytetarët të jenë informuar dhe më pas t'ju drejtohen institucioneve të ndryshme për të zgjidhur problematikat që ata kanë patur. Meqense është emisioni i parë në këtë edicion, unë do të doja vetëm për pak të dinja nga tema e sotme e emisionit, që vërtet edhe kjo është një temë interesante, për shkak se kaloi një periudhë kohe që ne kemi filluar të zbatojmë flas strukturat e sigurimit shoqërore, edhe zbatimin e ligjit numër 7 të vitit 2025 për njohjen e evidensisë në punë ish kooperativa bujqësore, ish ndërmarrjet shtetërore dhe ish ndërmarrjet bujqësore, por për këtë pjesë unë dua të bëj edhe një apel qytetarëve, kam përsëritur dhe në edicionin e kaluar që ka akoma qytetarë të cilët nuk janë të informuar për interesin në zbatim të këtij ligji, ka po them akoma qytetarë të cilët bëjnë kërkesë për rishqyrtim të pensioneve sociale. Ndërkohë unë kam përsëritur që qytetarët duhet të aplikojnë më tashmë për të përfituar pension pleqërie, sepse pensioni pleqërisë është më i lartë se sa pensioni social që ata përfitojnë. Tjetër edhe disa pensione familjare apo pensione invaliditeti që janë një masë të vogël dhe ata vazhdojnë të përfitojnë një masë të vogël përfitimi, por me ligjin e ri kanë mundësinë për të aplikuar dhe për të përfituar një masë pensioni më të lartë. Gjithashtu strukturat e sigurimit shoqërore kanë filluar dhe rivlerësimin e të gjitha përfitimeve, të cilat kanë patur datë lindjes së drejtë 1 janar të vitit 2025 për shkak të koeficienteve të indeksimit të pagave dhe brenda muajit nëntor do të përfundojë rivlerësimi i të gjitha pensioneve të caktuara me datë lindjes së drejtë nga 1 janari vitit 2025. Ndërkohë, ne do të vazhdojmë edhe në emisionet e tjera të këtij edicioni të flasim për tematika të ndryshme të fushës së sigurimit shoqërore dhe jo vetëm. Si gjithmonë shumë i kujdesshëm për të përmbledhur ndryshimet që ndodhin në momentet që ne jemi të shkëputur nga transmetimet live në ekranin e RTS Korça, dhe unë të falenderoj, në fakt është nder dhe privilegj që të bashkë moderojmë këtë emision që e kemi ideuar dhe krijuar së bashku për t'ju ardhur në ndihmë të gjithë atyre që ndjekin RTS Korçën, që kanë pyetje pafund, sepse kështu ka lindur ky emision. Nga pyetjet që lindin nga vetë qytetarët, se si të bëjnë procedurat, se si të përfitojnë shërbime të ndryshme në institucionet shtetërore, dhe ne jemi këtu me specialistë të fushave të ndryshme. Kemi prekur fusha nga më të ndryshmet, ti përmende pak më parë, jo vetëm ato të sigurimeve shoqërore, por edhe bujqësinë, ekonominë, tatimet e shumë të tjera që do të kemi mundësi patjetër edhe gjatë këtij sezoni të ri televiziv për t'i trajtuar apo ritrajtuar, sepse gjithmonë ka hapësira për keqkuptime apo për mos informacionin e duhur nga ana e qytetarëve, çka na ka bërë që të vim edhe në këtë sezon të ri televiziv dhe të vazhdojmë me të tjera tematika për t'i trajtuar në ndihmë të gjithë qytetarëve. Mirë, do të prezantojmë tani të ftuarin e ditës së sotme dhe temën për cilën do të flasim në këtë episod të emisionit Çfarë duhet të dini. Do të flasim për tatimin mbi të ardhurat dhe së bashku me ne në studio është edhe Fatmir Ceci, ekspert kontabël, kryetari i degës së Institutit të Kontabëlve Korçë. Mirë se na ka ardhur edhe faleminderit për gjithë gatishmërinë, sa herë që ne kemi nevojë për mendimet e tua, na bashkohesh në emision. Faleminderit edhe ju që na angazhoni në këtë procedurë. Është kënaqësi dhe aq më tepër është një domosdoshmëri për gjithë qytetarët, duke qenë se pyetjet janë të pafundme. Një qytetar i thjesht për të marrë shërbimin e duhur duhet të di të gjitha hapat edhe të gjitha dokumentat që duhet dorëzoj për të qenë përfitues. Prandaj dhe ka lindur ideja e këtij emisioni. Mirë, do ta nisim me atë që është ndoshta thelbi dhe baza, cilat janë ato dokumentat e nevojshme për të gjitha subjektet.
çka ka të bëjë me tatimin mbi të ardhurat? Çfarë mund të shpjegojmë? Këtu do të bëj një korrigjim. Dokumentacioni nuk përfshihet në ligjin tatimi mbi të ardhurat, po mbi procedurat tatimore, i cili sigurisht që her pas here ka pësor ndryshime, por me sa dhe ju mbas e dini që një nga problematikat kryesore që me cilën Ministria e Financave dhe Drejtoria e Tatimeve ka ushtruar tek kontrollet tek bizneset për mbajtjen e dokumentacionit. Është një nga detyrat kryesore të çdo lloj biznesi i cili i operon në të gjitha llojet e fushave të veprimtarisë së tij, duhet që të mbajë një dokumentacion të rregullt ligjor, mbi të cilën ai duhet të bëjë blerje dhe shitjet e mallrave dhe produkteve të cilat ai ka në veprimtarinë e tij. Tash dokumentacionet janë të shumëllojshme dhe të shumta. Një nga, si thua, qëllimet kryesore ose procedura kryesore e çdo dokumentacioni është që duhet të ndjekë, si thua, çdo operacion të veprimtarisë ekonomike duhet të shoqërohet me një dokument. Pra, një blerje duhet të ketë dokumentin përkatës, por dhe një shitje duhet të ketë dokumentin përkatës. Përveç këtyre të dyjave që janë dokumenta kryesore, blerja dhe shitje, që janë faturat tatimore, që sot janë të fiskalizuarat me pajisjet fiskale të secilit subjekt, ka dhe dokumentat të tjera që quhen fatura shoqëruese, të cilat shoqërojnë mallin brenda veprimtarisë ekonomike të subjektit. Ka dhe autofatura, të cilët një subjekt ose individ i cili nuk ka të drejtë të pres fatura tatimore, atë faturë do ta pres ai që bën blerjen e atij subjekti ose atij individi, siç është rasti i fermerëve. Fermeri nuk ka të drejtë ose nuk është i pajisur me kasë fiskale, por ka të drejtë të shes deri në 50 milion lek, ai mund të shes mbi produktet e tija që ka. Dhe këtë ai nuk është i pajisur edhe nuk ka përgjegjësi tatimore, kështu që ai blerësit i cili do t'i blej produktin e tij duhet t'i pres një faturë, e cila quhet autofaturë. Ku regjistrohet NIPT-i i individit, fermerit, dhe normalisht dhe NIPT-i i blerësit. Kjo është një nga si thua vrima e zezë e tatimeve. Normalisht që subjektet të cilat kanë marrë një licencë ose janë regjistruar në tatimet, subjektet e rregullta, janë pajisur me një NIPT, janë pajisur edhe me pajisjen fiskale ose presin fatura fiskalizuara. Një biznes ose një fermer, se s'mund ta quajmë biznes, një fermer nuk e ka këtë mundësi, atëherë dhe ai detyrohet dhe shet pa e vrarë shumë mendjen, e shet produktin pa faturë. Por nuk të lejon ligji për të shitur asnjë lloj produkti, dhe ligji tatimor, po dhe ligji i sigurisë ushqimore ose ligjet të tjera mbi këtë veprimtarinë tregtare, ai e ndalon, domethënë edhe e penalizon. Atëherë ka dalë problemi, ka dalë si thua autofatura, të cilët duhet të jetë interesuar dhe fermeri që shet mallin, se fundit penalizohet dhe ai që shet mallin, por dhe ai që e ble mallin. Nëse do të ndaleshim pikërisht në dokumentacioni që çdo subjekt që ushtron një aktivitet duhet të plotësojë. Duhet i ndajmë në persona juridik, persona fizike, të gjitha llojet e subjekteve, të cilat janë të regjistruar në organet tatimore. Të gjitha llojet e subjekteve, individëve ose të vetëpunësuara që janë të regjistruar në organet tatimore, duhet të pajisen me pajisje fiskale dhe duhet të lëshojnë faturat të fiskalizuara. Ose tjetër, të gjitha subjektet që kryejnë veprimtari tregtare ose shërbime sido, duhet që çdo mall që ta blejnë me një faturë tatimore të fiskalizuar. I ndalohet kategorikisht në të dyja rastet, edhe blerja pa faturë, edhe shitja pa faturë. Në momentet që jemi, pavarësisht se ligji mbi fiskalizimin dhe pajisjet fiskale të cilët domethënë dha suksesin e tij, por përsëri ka shumë poshtleqe në këtë drejtim. Ka shumë subjekte të cilët nuk presin faturë të vështeje gjatë shitjes së mallit, ka dhe subjekte që nuk duan të marrin faturë gjatë blerjes së mallit.
Duke qenë se ju keni vite eksperiencë pune dhe keni kontakte të vazhdueshme me bizneset dhe sapo përmendët që ka ende edhe palishmëri, nëse bëjmë një raport të themi një përqindje, sa përqindje bizneseve ndoshta në qarkun e Korçës ose sa devianca të tilla mund të kemi në këto momente? Nuk mund të themi atë, po vetë nga qeveria është raportuar që evazioni fiskal është në 40%. Kjo në rang republike. Në rang republike, gjithmonë, kështu që unë nuk mund ta përcaktoj dot se sa në Korçë dhe sa në Tirana. Mendova se ndoshta kishit cifra. Në momentin që mungon një dokumentacion, themi, apo kapet një subjekt apo fermer, çfarë do lloj qoftë, me mungesën e dokumentacionit, si procedohet? Atëherë me mungesën e dokumentacionit ai penalizohet për invazion fiskal. Për arsye se ai quhen mallra pa faturë. Në të dyja rastet ai penalizohet 100% të vlerës së mallit të cilën ai mundohet që ta tregtoj dhe tjetra deri në ndjekje penale. Në ligjin e ri të kodit të ri penal kalojnë në ndjekje penale. Që do të thotë pasojat janë shumë herë më të rënda se sa kostot që mund të ketë një subjekt për të patur konform ligjit gjithçka i nevojitet për të funksionuar. E kuptoj. Mirë, kjo ishte kështu një treshje për balancën. Kjo është rasti kur është neglixhencë. Ka raste kur nuk e vën fare në mendje që duhet të krijë një faturë tatimore. Për shembull, nëse marrin çështje mendësie, ndoshta nuk janë mësuar ende apo t'i futin ligji në fakt nuk toleron askënd. Për dokumentacioni duhet të jetë haja e çdo biznesi, i cili është i llojeve të ndryshme, thamë çdo lloj operacioni duhet të shoqëruar me një lloj dokumenti. Nëse do t'i rendisim dokumentacionin e duhur që çdo subjekt që ushtron një aktivitet duhet të plotësojë ose duhet të ketë në administrim. Nëse do t'i ndanim subjektet juridike që normalisht kanë edhe kontabilitet, do të mbajnë çdo muaj periodikisht edhe kontabilitetin, po dhe për personat fizik. Ju përmendet vetëm faturat. Po dokumentacion tjetër, libër shitje, libër blerje, ose më mirë, çfarë dokumentacioni tjetër më konkretisht duhet të mbajë një subjekt juridik apo fizik, të cilët jenë korrekt në zbatim të ligjit edhe të procedurave tatimore, por edhe të tatimit mbi të ardhurat. Po, përveç faturave tatimore, që domethënë është dokumenti bazë i aktivitetit të çdo subjekti, këto fatura duhet të kontabilizohen ose të mbahet regjistri i kontabilitetit. Pavarësisht se disa subjekte të cilët janë me TVSH, domethënë mbi 100 milion lekë, edhe janë të detyruar të raportojnë librat e blerje dhe librat e shitje çdo muaj në organet tatimore. Këto libra dhe blerje dhe shitje normalisht që përpunohen, sistemohen, organizohen në formën ligjore dhe i delegohen tatimeve, drejtorisë së tatimeve. Normalisht që ai ka evidencën e tij, sistemin e tij dhe vetë subjekti do të ketë sistemin e tij. Përveç sistemit fiskal ose të programeve fiskale, ka dhe programet e kontabilitetit, të cilat mban libri blerje, libri shitje, mban ditar, mban inventarin, edhe çdo lloj operacioni tjetër i cilit i nevojitet në rastin e një kontrolli. Sa është periudha kohore që është i detyruar biznesi për ta patur dokumentacionin të plot, nëse flasim në vite kalendarike, atë që është detyrim? Ligji e detyron deri në 5 vjet duhet ta mbajë. Domethënë, por nuk përjashtohet për disa lloj dokumentacione specifike deri në 10 vjet. Më konkretisht, cili është dokumentacioni që duhet ruaj një subjekt në shumë të sa 5? Deri në 5 vjet është e drejta ligjore e tatimeve për të kontrolluar, kështu që ti je i detyruar që dokumentacion duhet ta kesh së zbën. Domethënë se është ligji tatimor që detyron që ti ta mbash këtë. Ndërsa ligji i administrimit dhe ligji i procedurave civile domethënë ka deri në 10 vjet. Nëse ti një dokument do të haruar si dokument për arsye të ndryshme të subjektit, për shembull të inventarit të aktiveve të qëndrueshme, të ndërtesave, makinerive të tjera, normalisht që duhet haruar deri në 10 vjet. Por nuk përjashtohet, nuk të ndalon ligji ti ta mbash të administrosh sa të duash, domethënë në kuptimin. Po patjetër se mund të ketë biznese që mund të mbajnë për më shumë se kaq vite. Se ndodh kështu që kur bën shitjen e transaksionin asaj ndërtese, që kur kanë kaluar 10 vjet, patjetër noteri të kërkon dokumentin e burimit, kështu që ti je i detyruar ta mbash këtë edhe më shumë se 10 vjet kur ta tjetërsuar edhe për ta kaluar pasurinë te dikush tjetër. Kështu që nuk ka domethënë ndonjë kufi, por
Me ligj është kjo, 5 vjet për arsye tatimore dhe 10 vjet për arsye administrative. Kështu që për qenë konform të gjitha rregullave, është mirë që çdo lloj biznesi, çdo subjekt ti mbaj dokumentacionin e tij deri në 10 vite. Më pas mund të konsultohet, pse jo, edhe me ekspertë. Mund të seleksionohet dhe të mbaj ato që kanë të rëndësishme. Domethënë ti mbaj mbi 10 vjet. Si pasuri. Është si vlerë pasurore. Nëse do të vazhdonim, normalisht folëm dhe me hollësi se cili është dokumentacioni që duhet të mbajë një subjekt juridik apo fizik. Por nëse do të flasim për tatimin mbi të ardhurat, deri në vitin 2029, me ligjin numër 29 të vitit 2023 të ndryshuar, dhe ndoshta dhe vitin e fundit ka ndryshuar ky ligj. Ndryshoi ligji tatimi të ardhurave, udhëzimi numër 4/2/2025. E fundit, ndryshimet e fundit. Dhe në vitin 2029 normalisht personat fizik nuk kanë detyrim për të paguar tatim mbi të ardhurat. Dhe pas vitit 2029 normalisht ka një tatim mbi fitimi. Mbi fitimi. Por unë do të thoja, do të ndalesha pak, i kemi trajtuar dhe në emisionet e tjera, pati një histori pak të gjatë për sa i përket profesionet e lira. Shumë subjekte të cilët janë të renditura në profesionet e lira patën fillimisht një tatim mbi fitimi në fillim të vitit 2025, më pas shkuan në që quhet tatimi të ardhurat, pavarësisht se u identifikua si fitim. E ankimuan në gjykatë kushtetuese, gjykata kushtetuese ju dha të drejtë dhe tashmë ata trajtohen një lloj si personat e tjerë fizik. Por duhet të jenë të kujdesshëm, mendoj unë, i kemi trajtuar dhe unë them që ta trajtojmë edhe në këtë emision për sa i përket atyre profesionale të lira të cilët të shesin shërbime në një subjekt, në 2-3 subjekte, në shumë se 3 subjekte, cilat janë detyrimet që ata duhet të paguajnë në fund të vitit ushqimor. Po, ligji mbi profesionet e lira, pas deklarimit të gjykatës kushtetuese që krijonte një pabarazi mbi tregun dhe erëzoi poshtë, por disa prej neneve të tij ligji nuk i ndryshoi. Ishte neni për të vetë punësuarit, të cilët sigurojnë të ardhra vetëm me një subjekt, 80% nga një subjekt, ose 90% nga 3 subjekte. 1 janar të vitit 2025 ka hyrë në fuqi dhe të gjitha të vetë punësuarit, të cilët i nënshtrohen këtij ligji, duhet të kenë kujdes. Duhet që të punojnë ose të bajnë dokumentacion dhe regjistrimet sikur ai ligj është në fuqi dhe sot e kësaj dite. Se faktikisht ai ka nisur veprimin e tij. Pavarësisht se deklarimi do të bëhet në fund të vitit 2025, domethënë në vitin 2026. Por mbi bazën e kësaj procedure, do të thotë që ai ligj ka filluar të veprojë dhe ka efektin e tij që nga 1 janari të vitit 2025. Që do të thotë që këto të ardhurat të tij do deklarojnë si të ardhura nga punësimi dhe do deklarojnë në përqindjet e tatimit të ardhurave nga punësimit, që janë 13% dhe 23%. 13% është deri në 2.040.000 të reja gjithmonë dhe mbi këtë është 23%. Kjo përqindje klasifikimit rrjedh nga skema e sigurimeve shoqërore, me pagesën e sigurimeve shoqërore, ku dhe çdo individi aty trajtohet me 13 dhe 23% paga e tij. Do të thotë të ardhurat e tij minus penzimet, të cilat në këtë rast futen dhe ato 2 zbritjet neni 22 dhe 23, që është mbi fëmijët. Jo, fillimisht të ndalim pak në ato shpenzime të zbritshme. Shpenzimet të zbritshme të tjera, që janë sigurime shoqërore, që çdo person fizik i ka për detyrë çdo muaj të paguaj. I ka dhe ato të klasifikuara, sigurime shëndetësore, dhe shpenzime të tjera të cilat duhet i kenë parasysh të subjekte. Të gjitha llojet e shpenzimeve të tjera që i kryen për arsye të aktivitetit, që realizon të ardhurat. Por ka edhe një klauzulë tjetër që quhet ligji i veçantë i tij, i cili çdo individ i cili mund të pranojë këtë ligjin e veçantë, mundet që të njihen 30% a priori, domethënë 30% shpenzime.
pavarësisht se ato nuk i ka të justifikuara me dokumentacion. 30% të njihet si shpenzime. Të njihet si shpenzime, por nëse mbi përqindjen do të ardhurat minus 30% shpenzime, të gjitha të tjerat do të tatohen në 13 ose 23% sipas skemës. Ju thatë sipas skemës së sigurimeve shoqërore, por po të korrigjoj sepse skema e sigurimeve shoqërore ka të bëjë vetëm me kontributet për sigurimet shoqërore. Skema e sigurimeve shoqërore ku është edhe tapi. Listë pagesa, më falë, për listë pagesa së sigurimet shoqërore, ku ka dhe kolonën e tapit, ku bëhet llogaritja e tapit. Listë pagesa ku përveç ndalesave që kanë të bëjnë me sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, ka të bëjë edhe me tatim mbi të ardhurat personale. E cila llogaritet në atë skemën e famshme që deri në 500.000 lekë e ka 0, edhe pastaj fillon varion. Vazhdojmë, i trajtojmë edhe një tatimin mbi pagat se kaluan pak dhe ndoshta është me interes të qytetarëve, deri në 50.000 lekë është 0 tatimi mbi të ardhurat, 50 deri në 60.000 është diferenca. Është diferenca midis kësaj tato pagës 13% dhe 35.000 lekë. Po, të indeksuara këto me 13% dhe më pas mbi 60.000 lekë. Deri në sa e ke shifrën e saj të pagën maksimale është 13% të pagës reale minus 30.000. Po. Mos gaboj dhe më pas vazhdojmë me 23%. Unë kam atë skemën po të se të ndoshta do ta trajtojmë në pjesën e dytë. Po nëse do të ndalemi sepse kemi edhe vërtet disa pyetje nga kjo, dëgjoj, këtu duhet të ndalesh një çik në kuptimin, s'është e thënë që gjithë secili të mbaj mend këtë që mban tabelën që mban ti, ajo tabela është aplikuar e reklamuar gjithkund, mjafton që ti jesh interesuar e të dish se ku ta gjesh, gjendet tek ligji tatim mbi të ardhurat. Po. Dhe aty nuk ka ndryshuar që nga viti 2023. Po, sidomos ne gjithmonë për të mos gabuar, pavarësisht nga kujtesa, neve nxjerrim ligjin përpara dhe mbi të punojmë. Ndoshta e ftolla në emisionin tjetër të përgatisim pikërisht tabelat përkatëse që qytetarët të njihen tabelat edhe me tatimi i pagat dhe tatimi i normalisht është paksa i delikuar, nuk është e thjeshtë, siç ka qenë tatimi. Për ne ndoshta është e thjeshtë, por qytetarët normalisht duhet të jenë më të qartë se sa ata kanë detyrim dhe si llogarisin tatimin, sepse e ndeshim shpesh, sidomos në të punësuarit, që sa është ndalesa për tatimin për sigurimet shoqërore dhe tjera. Duhet të ndalemi këtu tek të dy punësuarit, se vazhdojnë akoma që janë të dy punësuar dhe përsëri nuk janë të interesuar, pavarësisht se tash ku ai është i punësuar tjetër, sistemi i si thoni kryqëzon ose i unifikon, i identifikon, më fal. Por vetë individi duhet të jetë i ndërgjegjshëm për këtë. Kur është i dy punësuar, duhet të bëjë deklarimin e saj e të ardhurat. Po. Deri në fund të marsit të vitit 2026 ka një detyrim ligjor që ne do të ndalemi në emisionet. Jo, duhet deklaroj në momentin që vetë regjistrohet një punë tjetër, ai duhet deklaroj që quhet ajo deklarata individuale e personit. Bëhet një herë deklarata dhe më pas është pjesa tjetër. Po, i delegohet ajo, se i dërgohet financës ose zyrës kontabilitetit ku ai punon dhe ai pastaj bën regjistrimin. Se ka ndodh gjithmonë një dublim, se dhe sistemi jo gjithmonë punon në mënyrë të përsosur. Ndodh gjithmonë një dublim është i regjistruar në një vend tjetër, dikush e çekon që është i punësuar këtu, e çekon dhe ky tjetri e detyrohet nganjëherë të paguajë më shumë dhe prandaj edhe alokohet pastaj në fund fare të divës. Çfarë duhet të kenë atëherë parasysh të bëjnë deklarimin e të mbushën e deklaratës personale që quhet. Deklarata ku gjendet? Është një format i thjesht kudo. Që mund të shkarkohet nga. Po dhe mund të shkarkohet po dhe çdo zyrë kontabiliteti ose ekonomist i cili merret me mbajtjen e dokumentacionit të tij e ka. E kuptoj, e gjen tek subjektet apo e shkarkon për detyrë që të bëjnë këtë deklaratë? Për arsye të mos ndodhjes së keq kuptimeve dhe dublimeve, edhe nganjëherë edhe humbjeve, se duke kaluar kështu dhe askush se kam atë vëmendjen, edhe i kalojnë ato lek pa i marrë. Janë lek të humbura nga qytetarët. Vetëm nga mos interesimi ose nga dhe Fatmir, do të ndalesha pak pak në profesionet e lira. Ju thate që nëse një person i cili ushtron një aktivitet që është listuar në profesionet e lira, ka shitje shërbimesh apo produktesh më shumë se 90% me një klient ose më shumë se 8% me të paktën 3 klientë, paguan
tatim 80% me një klient dhe 90% me 3 klientë. Dhe paguan 13 ose 23% në bazët të ardhurave. Se do të quhen të ardhurat nga punësimi, kjo duhet ndarë, jo nga biznesi. Duke bashkuar ndoshta edhe të ardhurat nga punësimi që ai mund të ketë gjatë vitit ushqimor kalendarik. Por tashmë ka subjekte që ushtrojnë aktivitete të kësaj natyre që kanë marrëveshje dhe shesin produkte një subjekti që nuk është rezident në Shqipëri, një subjekti tuaj, i cili dhe ai shes shërbime dhe arkëton të ardhura. Ka ndonjë specifik, ndonjë ndryshim për një subjekt i cili shet produkte vetëm në një subjekt jo rezident në Shqipëri, por shet dhe produkte një pjesë jo rezident në Shqipëri dhe pjesën tjetër subjekteve që janë të licencuara në Shqipëri. Deklarata e re, do që deklarata mbi të ardhurat nga punësimi e reja që është ndahet në 2 grupe kryesore. Në deklaratë për rezidentë dhe për jo rezidentë. Në këtë rast përfituesi të ardhurave është një individ ose shoqëri që është jashtë të territorit të Republikës së Shqipërisë dhe nuk illustrojët ligjit tatim mbi të ardhurat të Republikës së Shqipërisë. Në këtë rast, domethënë ai nuk tatohet. Në këtë rast, kur shërbimet ose produktet kalojnë jashtë Shqipërisë, normalisht ato nuk tatohen. Nuk tatohen. Në këtë referencë. Gjithmonë mbi 80 ose mbi 90% nëse është një klient i vetë. Dhe nëse do të vazhdonin përsëri në këtë temë, gjithmonë jo vetëm për profesionet e lira, po dhe për personat fizik. Gjatë kohës që ata shesin produkte apo shërbime, normalisht kthehen mbrapsht të ardhurat që ata do të marrin nga produktet apo shërbimet që do të shesin gjatë një viti ushqimor. Dhe sa është e lejueshme që duhen ta kenë parasysh subjektet arkëtimin në kesh dhe sa nuk lejohet që të arkëtohen në kesh dhe çfarë detyrimesh apo penalitetesh kanë në këtë rast kur arkëtimi në pjesën të madhe është në kesh. Një pjesë e rëndësishme e monitorimit të drejtorisë tatimeve dhe është edhe monitorimi i qarkullimit monetar, do të thënë që është jashtë sferës tatimore, por megjithatë e kanë marrë përsipër për ta monitoruar dhe për ta kontrolluar. Edhe ku mbi këtë bazë ata kanë vendosur disa kufi, do të thënë. Me kesh në dorë deri në 1,5 milion mund lejohet që të kryes. Flasim me të 1,150,000. Të lutem. Më fal. 150,000. Mbi 150,000 të gjitha veprimet dhe transaksionet duhet të bëhen përmjet bankave. Të gjitha subjektet janë të detyruar taksativisht që të kenë një llogari bankare. Dhe të gjitha transaksionet që janë mbi 1,5 milion duhet patjetër t'i kalojnë me bankë. Në të 2 krahat, edhe blersi duhet të kalojnë nga llogaria e blersit tek llogaria e shitësit. Dhe kundër nga e shitësit tek përfituesi do blersit. Në të 2 rastet të thënë është kjo. Ndërsa për ka 2 vjet që Drejtoria e Përgjithshme Tatime nxori dhe ligjin mbi limitin e arkës. Po është e rëndësishme kjo. Po, nuk lejohet deri në 5 milion lekë, ka dhe me klasifikime. Nëse xhiron ti e ke 20 milion deri në 20 milion, deri në 2 milion lekë. Se gjithmonë i referojmë klientëve kështu që duan me të vjetra, jo me të reja. Deri 20 milion duhet 1,5 milion, do të thënë lejohet arka. 1,5 milion ose 150,000 lekë. Ndërsa në qoftë se xhirua është më shumë se kaq, është deri në 500,000 ose 5 milion lekë të vjetra. Ndërsa ose edhe 5% dhe në qoftë se është mbi këtë kuotë është edhe një klauzul tjetër që është 5% të xhiros së vitit që shkon, që ka kaluar. Që ka drejt subjekti të ketë në arkë dhe të bëjë shpenzime nëpërmjet arkës dhe jo nëpërmjet faktikisht bankës. Transaksionet më të lehta dhe më të aksesueshme janë ato që bëhen me kesh në dorë, janë më fleksibël, kupton? Se edhe ashtu është edhe tradita faktikisht, është edhe një çike vështirë për të thyer dhe për të, domethënë tendenca e subjektit gjithmonë që të bëjë na nem edhe po nëse shlyhemi domethënë. Gjithmonë një pyetje që vjen në adresën e emisionit, nëse një subjekt privat e ushtron ose ka seli të ushtrimit të aktivitetit të vet apartamentin ku jeton. Që normalisht nuk paguan po them qirare apo shpenzime të tjera. Shpenzime të zbritshme. Në rastin konkret, ky subjekt
apartamenti ku ai ushtron aktivitetin ka shpenzimet e energjisë elektrike, shpenzimet të ujit, tarifat të bashkisë. Edhe këtë rast ligji e ka përcaktuar qartë. Nëse ti e shkruan, domethënë e zhvillon aktivitetin tënd në pronësin tënde, normalisht që këtë pronë duhet t'ja kalosh në favor të biznesit. Nuk jo si individ pronë. E kuptoj. Ti si individ duhet t'ja shesës X biznesit. Se këtu na lind gjithmonë problemi. Se licenca është emri Fatmir Ceci. Atëherë Fatmir Ceci, unë për shembull, duhet t'ja shes subjektit Fatmir Ceci. Do të ndryshon. Po. Duhet ta ketë dhe Selinën ku ushtron aktivitetin, duhet ta ketë vetëm në rastet. Ka një rast tjetër kur është person fizik. Kur është person fizik, në këtë rast nuk do të them duke paraqitur një certifikat, në këtë rast toleron, mund të quhet si akt përdorimi, do të thotë, i cili tolerohet. Dhe mundet të shtojë aktivitetin pa paguar. Ose pa u lëshuar rasti parë ka përveç se duhet ta kaloj në atë, ose duhet se ta lçoj me qira. T'ja lçoj Fatmirit. Po me qira po duhet paguar tatim në burim. Dërsa vetëm rasti kur je person fizik, i vetë punësuar, edhe e ke pronën tënde, në këtë rast ligji të toleron. Nuk do trajtohet si në rastin e SHPK-s, por do trajtohet si akt përdorimi, do të thënë. Ti si individ ja ke lëshuar vetë Fatmirit, pa e shitur, pa e tjetërsuar pronën tënde. Meqense ju përmendet personat fizik. Tashmë u bën një periudhë kohe që personat fizik të vetëm nuk paguajnë kontribute për sigurimet shoqërore dhe paguajnë vetëm kontribute disa ata që janë pension. Pra, gjithmonë flas për pensionat të cilët përfitojnë një pension nga sigurimet shoqërore, çfarëdo lloj kategorie pensioni, dhe ndërkohë ushtrojnë një aktivitet privat të vetëm, nuk paguajnë kontribute për sigurimet shoqërore. Por duhet ta theksoj këtë që paguajnë kontribute për sigurime shëndetësore dhe duhet të jenë persona të vetëm. Domethënë që mos kenë të kenë të punësuar. Në rastin se janë detyruar të paguajnë kontribute edhe për sigurimet shoqërore, por edhe për sigurimet shëndetësore. Dhe nëse do të vazhdonim gjithmonë në fakt se këta persona tash në këtë kohë që jemi situatë krize për punëtorët, ka shumë që vazhdojnë të punojnë. Vazhdojnë se i ndihmon tregu, kam përshtypjen unë. I ndihmon tregu, janë edhe specialitetet të cilët vështirë sezoncore. Tregu ka nevojë dhe normalisht ata pavarësisht se përfitojnë një pension janë të punësuar ose të punësuar. Por ata janë edhe të kualifikuar normalisht se dalin pikërisht po. Çike vështirë për të zëvendësuar. Dhe nëse do ta mbyllim me ftjolla këtë pjesë të parë të emisionit, folëm për pajisjet fiskale. Çdo subjekt është i detyruar të ketë pajisje fiskale. Unë do të thoja përjashtimisht ata që kanë një profesion të lirë ose që ushtrojnë një aktivitet. Të gjithë pa përjashtim duhet të kenë pajisje fiskale. Po, patjetër. Përveç se thash fermerët, të cilët përjashtojnë, por janë të lëshojnë dokumentacion me anë të autofaturave ose dikush tjetër që përsëri ka diçka për të shitur, por nuk ka është i pajisur me pajisje fiskale, duhet t'ja bëj autofaturën blerësi, domethënë nuk përjashtohet rasti dokumentacionit në këtë mes. Dokumentacioni patjetër duhet të bëhet o nga ai që shet dhe është i regjistruar për atë punë ose është i pajisur me pajisje fiskale, ose ai që e ble kur ai se ka këtë të drejtë, ai që e ble duhet patjetër të bëjë një autofaturë. Ju përmendni vetëm fermerët, po ambulantët kam përshtypjen se edhe ata nuk duhet janë totalisht të përjashtuar nga të gjitha. Dhe parasysh se ambulantët, në çfarë limiti ndahet një person i cili ushtron një aktivitet privat në ambulant dhe në jo ambulant? Po këta ambulantët zakonisht licenca del nga bashkia, nuk del nga organet tatimore. Edhe zakonisht janë ata domethënë përfitojnë invalidë, domethënë që kanë me aftësi të kufizuar e diçka kanë një specifik të veçantë, të cilët nuk janë të detyruar që të presin fatura. Nëse do të mbajë, të mbajë, po që nuk penalizohet. Po marrin një lejtë posaçme në institucionet vendore.
Mirë, kemi mbyllur kështu këtë pjesë të parë të programit Çfarë duhet të dini, të tjera pyetje interesante dhe po ashtu informacione të duhura do të vazhdojmë të marrim deri në fund programit. Ju vazhdoni të na ndiqni, ne shkëputemi për pak çaste publicitet. Jemi rikthyer sërish në studio, jeni duke ndjekur emisionin Çfarë duhet të dini, vim edhe në këtë sezon të tretë me të tjera tematika e çështje për të diskutuar që ju doni të dini më shumë informacione. Sot në fakt po flasim për tatimin mbi të ardhurat, së bashku me Rizajn, me ne në studio është edhe Fatmir Ceci, ekspert kontabël dhe kryetari i degës së Institutit të Kontabëlve Korç. Në pjesën e parë të emisionit kemi folur gjërësisht në fakt për temat që kanë të bëjnë me tatimin mbi të ardhurat, por edhe informacione të tjera, ndërkohë që do doja ta nisim këtë pjesë të dytë të programit me eliminimin e taksimit të dyfisht. Çfarë është edhe çfarë duhet kem parasysh ata që janë duke na ndjekur? Ligji mbi taksimin e dyfisht, i cili normalisht ka kohë që ka dalë, por vitin 2024 pësoi ndryshime thelbësore, biles edhe në vitin 2025 kanë dalë disa udhëzime të veçanta, për arsye se nga ana e organeve tatimore është kushtuar një interes i veçantë. Ky interes vjen për shkakun se gjitha bizneset në Republikën e Shqipërisë, normalisht në kuadrën e evropianizimit, ka operojnë me shumë shtete të huaja evropiane dhe në botë, domethënë. Por ky ligj predispozon që një subjekt i cili operon ose ka rezidencën në Shqipëri duhet të paguajë dividendi ose tatimin në burim në Republikën e Shqipërisë, por nuk duhet ta paguajë në subjekti i cili ka operuar, domethënë subjekti përkatës, i cili ka operuar për shembull në Poloni. Ai përjashtohet ose dhe kundërta, në qoftë se ai subjekti, po marr si shembull Polonin, se kam rastin konkret, prandaj më vajti mendja, ai subjekti i cili ka kryer një shërbim këtu, normalisht që do paguajë tatimin në burim në Poloni, por nuk duhet ta paguajë në Republikën e Shqipërisë. Domethënë, kjo thot eliminimi i taksimit të dyfishtë. Domethënë, një taksë duhet paguhet vetëm një herë dhe në një vend. Ai normalisht për të realizuar këtë janë disa procedura. Një nga kriteret kryesore është rezidenca. Domethënë, ku e ke, aty ku ke rezidencën, aty do paguash. Edhe një nga tjetër, një specifik tjetër, dhe është dhe burimi të ardhurave. Nëse ti ke realizuar të ardhurat në Republikën e Shqipërisë, normalisht që do tatohesh në Republikën e Shqipërisë. Ky është, po për të eliminuar këtë midis shteteve dhe është operuar që krijohet një marrëveshje dypalçe, shtetit shqiptar dhe shtetit përkatës, edhe ku përcaktohen të gjitha nenet dhe ligjet se si do operohet në këtë rast. Shtetet të ndryshme kanë specifika të ndryshme, por thelbi është kjo që tatimi të paguhet vetëm në një herë. Jo, vetëm mos paguhet dy. Ka shtetet të cilët nuk janë shtetet të cilat ne kemi marrëveshje, sepse jo me të gjitha shtetet mund të funksionojë pikërisht. Këto shtete është një listë e veçantë deklaruar në faqen e Drejtorisë së Përgjithshme Tatime, ku janë të gjithë listuar të gjitha shtetet me të cilat ne kemi marrëveshje dypalçe. Po ligji thot, pavarësisht nga lista dhe emërtimi që se cili subjekt i cili do operojë në këtë rast që të bëj këtë veprim, këtë eliminimin e taksimit të dyfisht, duhet të lexojë fjalë për fjalë marrëveshjet, se marrëveshjet të ndryshme kanë specifika të ndryshme. Ndërsa do të shihet rast pas rasti. Do të shihet rast pas rasti. Ligji shqiptar së fundi, në korrik të vitit 2025 ndryshoi, një ndryshim të vogël, se për deklarimin në mënyrë të digitalizuar akoma nuk është gati, e bën në deklarim manual, ku plotësohen disa lloj dokumenta. Dokumenti i parë është që duhet të ketë rezidencë, certifikati i rezidencës së subjektit, të dy subjekteve që operojnë, edhe ai shqiptari dhe ai i shtetit të huaj, duhet të jetë certifikat rezidente, e cilat nxirret në Albania, tek ne, ndërsa ata të tjerët e marrin në institucionet përkatëse të tyre. Duhet të gjithë një formular i kërkesës ku shkruhet që unë subjekti filan kam operuar për të bërë shërbimet me subjektin në filan shtet, me këtë lloj veprimtarisë i shërbimit specifikët dhe shuma përkatëse. Sa lek ai ka përfituar nga shërbimi që më ka kryer mua, ose dhe kundërta.
sa lek ne kemi marrë për shërbimin që të bëhet kryqëzimi i kontrollit dhe kjo bëhet në kuadrin e eliminimit të pastrimit të parave. Po çfarë ndodh në rastet kur kjo marrëveshje apo ky bashkëpunim me subjekteve është me një shtet që nuk ka një marrëveshje me shtetin tonë? Kjo i nështrohet subjekti i cili nuk ka një marrëveshje me një shtet duhet të paguaj brenda atij muaji të cilin do realizon aktivitetin ose shërbimin, të paguaj tatimin në burim 15%. Për çdo shërbim që kryer me një subjekt jo rezident në Shqipëri. Por nëse ky person fizik nuk ka të ardhura vjetore që ne i trajtuam në pjesën e parë të s'ka të ardhura vjetore, këtu vjet fjala për bizneset. Biznesit i cili çdo lloj veprimi që kryen do është i detyruar të regjistrohet si të ardhur të realizuar, kupton. Dhe për çdo rast duhet të paguajë 15%. Tatimin në burim. Kjo është interesante vërtet sepse ka shumë subjekte të cilët kanë marrëdhënie reciproke tregtie me sidomos kohët e fundit është zhvilluar shumë marrëdhënia midis subjekteve të Shqipërisë me vende të ndryshme, thashë jo vetëm të Evropës, por edhe të botës. Dhe ndoshta është një temë që ne duhet të trajtojmë në një emision, nëse ka transaksione të mëdha, se janë subjekte të cilët ata që operojnë dhe jashtë janë kompanira të mëdha dhe kanë transaksione të mëdha lekësh edhe vlera e paras ose tatimi që duhet paguajnë është e konsiderueshme, e cila është edhe kur është person fizike, jo vetëm për subjekte fizike. Po, edhe kur është person fizik. Mirë, ndalemi tek një tjetër pikë. Nëse realizojmë gjë, të futemi gjithmonë tek penalitetet. Ka edhe penalitet. Patjetër që po. Ndërkohë që ashtu siç e tha edhe Rizaj, ndoshta do duhet ta trajtojmë më vete si temë, duke marrë ndoshta edhe listën e të gjitha shteteve që Republika e Shqipërisë ka një marrëveshje, ndoshta për të trajtuar specifikat e tyre dhe për të parë pastaj edhe rastet përjashtimore. Por kjo është interesante Fatmir dhe ndoshta në një emision të tretë do t'i trajtojmë jo vetëm në fushën e tatimeve, sepse tashmë Shqipëria ka marrëveshje në fushën e sigurisë shoqërore me shumë shtete, së fundmi me Italinë dhe ne kemi filluar në Drejtorinë Rajonale të Sigurisë Shoqërore që të trajtojmë kërkesa edhe për qytetarë shqiptar të cilët kërkojnë një pension italian me vitet kontributive që kanë në Shqipëri ose kërkojnë pension në Shqipëri dhe në Itali me vitet kontributive që kanë reciprokisht në Itali dhe në Shqipëri. Dhe janë shumë të paqartë edhe për shkak të mosnjohjes së këtyre marrëveshjeve, kështu që kjo paqartësi vjen edhe nga ligji që janë shumë të komplikuara. Dhe penalizohen kanë afate të caktuara ashtu si dhe folët juve për marrëveshjet që kanë në fushën e tatimeve, kështu që ne duhet patjetër që të diskutojmë dhe të ndalemi në kohë që ka dalë dhe ka asur në vështirësi të mëdha për të zbatuar. Kupton? Se në fillim deshte edhe një vërtetim nga Drejtoria Tatimore Palës tjetër për ta quajtur të mirëqenë dhe të mbyllur rrethin e evazionit këtu, i cili shumë rrallë vinte që nga shtetet e tjera, kupton, ose edhe nga ne për saptin ne mezi marrim një vërtetim të qarkulluar brenda Republikës së Shqipërisë, jo të qarkulloj në shtetet e tjera. Kanë si shtuar sa disa veprime, duhet edhe ta digitalizojnë që mos ketë se dokumentacioni është shumë i gjerë, do të thënë duhet të gjithë çdo faturë, ashtu duhet fotokopjuar, duhet deklaruar, mendoj që base me këto ndryshimet e fundit besoj se do zbatohet. Mirë, do t'i trajtojmë më gjërësisht në një tjetër emision, ndërkohë që vjojmë me temën ku jemi fokusuar ditën e sotme. Nëse flasim për honoraret, çfarë nuk kuptojmë për gjithë ata që ndoshta nuk e kanë hasur ndonjëherë, por edhe për gjithë ata që duan të kenë më shumë informacione dhe si trajtohen me ligjin e tatimin mbi të ardhurat. Një nga problemet ose ndryshimet e fundit që janë të përfshirë në ligjin mbi tatimin mbi të ardhurat, që e vitit 4/2/2025, dhe i verën si të veçantë honoraret, për arsye se kanë qenë shumë fluide dhe virtuale dhe të pa deklaruara. Se askush se mendon që ka të bëjë me të drejtën e autorit, ka të bëjë me të drejtën e përvojës personale të kualifikimit e të mos përdorimit nga dikush tjetër,
Në të gjitha rastet, kjo duhet të paguhet. E drejt autorit dhe një romani, shumë që ja jep një shtëpi botuese, ku drejt ai të jep një honorar, do vlerë të madhe, dhe ai pastaj e rishet edhe fiton të ardhurat e tjetër. Në këtë rast një shtëpi botuese nuk ka të drejtë të marrë mua librin pa më paguar, kupton. Ose edhe në fushën e muzikës, edhe në veprimtarinë aktoriale, të filmave, domethënë është e gjerë veprimtaria e honorareve, ku jepet dhe merr dolar, por në gjithmonë janë bërë në mirëbesim kundrejt njëri tjetrit pa u deklaruar dhe pa u faturuar. Dhe ka patur shumë problematika. Dhe pa u faturuar. Vjen një këngëtar që vjen i famshëm. Skorpionësat që ardhin këtu duhet patjetër të paguanin tatim në burim. Dhe ata mbase dhe paguajnë, se dia e kanë paguar, por që i bie që ata duhet të paguajnë. Kur realizon të ardhurat në territorin e Republikës së Shqipërisë, ti do të paguash tatimin mbi honorarin që ti ke marrë. Shqiptar ose tuaj. Ose shqiptar ose tuaj, kushdo lloj. Dhe nëse do të patentimet edhe këto si thon specifikat e përvojës personale që je ti i kualifikuar dhe ti kusht tjetër ta vjedh ato ose dhe patentën ose dhe markën e të tjera me radhë, në të gjitha rastet duhet të paguhet në qoftë se ti do ta përdorësh. Duhet t'i paguash atij që e zotron atë pronësi. Ky është në radhë dhe duhet të deklarohet tek diva. Gjithmonë tek diva. Nëse do të vazhdojmë këtë temë, nëse do t'i referohemi në 11 të ligjit numër 29 të vitit 2023 të ndryshuar, ju i përmendet dhe disa ndryshimet e fundit në vitin 2025, cilat janë të ardhurat që duhet ta kenë parasysh çdo subjekt, çdo individ që nuk tatohen. Të ardhurat që nuk tatohen janë sigurimet shoqërore. Është shpenzim, sigurimi shoqëror është shpenzim, po sigurimi shoqërore private as ato nuk tatohen, po. Të ardhur tjetër që nuk tatohet është nëse dividendi i cili është para paguar një herë dikur, dhe tjetër nuk mund të tatohet përsëri. Ndihmat ekonomike janë dieta. Për shembull dieta, trajtimi me dietat. Ndihma ekonomike jo, pensioni jo. Është një gamë e gjerë e atyre të cilët nuk tatohen. Domethënë, por në këtë rast shpërblimet, urdhro, shpërblimet që marrin tatohen dhe konsiderohen një lloj si e ardhur në parë. Si ardhur. Njëta gjë besoj është edhe vjetërsia në punë tatohet. Është pjesë e pagës, pjesë e pagës. Bëhet tjetër përshtatësi mbi pagë. Edhe bonuset që ti jep punëdhënësi për lloje dhe veprimtari të ndryshme tatohet. Domethënë këto të nuk tatohen këto që tham, domethënë merr ke pensioni individualiteti nuk tatohet. Merr pension pleqërie nuk tatohet. Merr dividendet të cilat i ke paguar dikush tjetër, domethënë edhe ato të cilat i jash paguar një herë, nuk tatohen, domethënë. Nëse i referohem termit, sepse fjala honorare përdoret shpesh për mbi kohën ndoshta. Jo, s'ka lidhje për mbi kohën. Nëse ndalemi tek mbi kohën, është pjesë e pagës. Pjesë e pagës, gjithmonë. Dhe nuk kategorizohet këto. Është pjesë e pagës, biles mbi koha paguhet dhe më shumë se sa paga, paguhet nëse i përket turnit të dytë paguhet 50%, edhe nëse i paguhet turnit të tretë paguhet 100%. Nëse mund të jap unë një sqarim më të detajuar, e këtë di më mirë. Për këtë pjesë ka të bëjë me kodin e punës dhe përcaktohen fare qartë se si paguhet një punëmarrës në kohën kur ai punon mbi 40 orë në javë. Nëse punon nga ora 16:30 deri në orën 22:00 paguhet me 25% të pagës, dhe nëse është i punësuar dhe gjithmonë mbi pagën, gjithmonë mbi pagën, dhe nëse është i punësuar në orarin nga ora 22 deri në orën 6 të ditës tjetër, paguhet me 50%. Por edhe nëse është i punësuar dhe ka aktivitete të tilla që ka punësime ditë e festave, të shtunë ose të dielë, dhe ata paguhen në masën 50% më shumë se sa paga ditore. Festat, jo 100%, është 50%. 50%, dhe të gjitha këto janë subjektet janë të detyruara që ose ta paguajnë ose të caktojnë një ditë pushim gjatë javës
kur punohet shtunë të diel ose një ditë. Sipas një grafiku të caktuar, sipas kodit të punës. Megjithatë, ndoshta sot është emisioni i parë, do kemi kohë. Patjetër, po i prekim nga pak të gjitha sepse njerëzit kur na ndjekin marrin informacione edhe për çështje që janë ndoshta jashtë asaj temës kryesore që ne kemi duke trajtuar. Këtë problematike kanë të gjitha subjektet edhe po na dëgjuan ne, normalisht nesër ke probleme me subjektet me punëmarrësa. Po na vlerësojnë shumë qytetarët sepse ne këtu jemi për ata edhe marrim vlerësimin maksimal prej tyre. Mirë, nëse ndalemi tek interesat e bankave, dhe këtu kemi patur një ndryshim të rëndësishëm që mund ta shpjegojmë për të gjithë. Te ligji invitatimit të ardhur ai së fundmi dhe si thua rendit në të ardhurat që realizohet nga një individ ose një biznes edhe interesat e bankave. Këto janë, si thua, angazhuar bankat që do të bëjnë këtë mbledhje ose të mbajnë këtë tatim dhe do të dorëzojnë drejtorisë të tatimeve. Po secili individ do të informohet që mbi interesat e tij ka paguar 15% të tatimit mbi ato që ka përfituar. Gjithmonë bëhet fjalë për të ardhurat që i kanë në depozit. Në të ardhurat që kanë në depozit, fitimin, interesat, interesit të këtyre të ardhurave që kanë në depozit do të atojnë. Dhe individi ka për detyrë që në divën e tij, nëse këto të ardhura janë të konsiderueshme ose sido që të jenë të ardhura, duhet t'i deklarojë. Por të pagueshme që i ka paguar, po pavarësisht ajo duhet që t'i deklarojë. Këtë qëllimi kryesor i kësaj i divës në përgjithësi është që çdo lloj aktiviteti, çdo lloj të ardhure, nga çdo lloj veprimtarie dhe në çdo çfarë lloji që vjen, duhet të deklarohet që shteti të jetë i qartë ose edhe individi të jetë i qartë që sa herë që të bëhet deklaratën, ai po t'i vej në deklarata e divës së vet, do thot në mënyrë automatike. Nëse ti e ve atë, ajo deklarohet në mënyrë automatike. Do të thotë që e ka marrë informacionin nga banka, edhe ajo i del që ky e ka paguar tatimin, kupton? Kjo është grumbullimi dhe centralizimi i të gjitha të ardhurave në diva. Ose njohja e të gjitha të ardhurave të individëve nga shteti. Mund t'i listojmë shkurtimisht të gjithë dokumentacionin e nevojshëm që kërkohet për deklaratën individuale vjetore ose diva, siç është termi teknik, po them, në procedurat tatimore, në tatimin mbi të ardhurat. Por aty s'ka ndonjë dokument të veçantë, do që thotë duhet dhe këtë dhe këto, të gjitha të ardhurat thot aty që ti ke realizuar mbi sigurisht edhe 500.000 lekë, 50.000 lekë e sipër duhet i deklarosh në diva, ku aty janë të specifikuara se çfarë është, tatim mbi qiranë, tatim mbi dividendin, tatim nga interesat, tatim mbi fitimet kapitale, mbi sipërmarrjet, mbi këtë shpërblimin e komisioneve, çfarë quhet, këshillave mbikëqyrëse. Të gjithë lloje aktivitetet që ti ke kryer duhet janë të deklaruara ose të detyruara të ti deklarosh aty. Shumica e tyre që ne i përmendëm në nenin 11, të cilat shumica e tyre duke qenë të deklaruara në vendin e dur, në kohën e dur, dalin të automatizuara tek diva. S'ke nevojë ti ta mbushësh atë. Dalin të paguara ose të njohura, tatimi mbi qiranë. Një problematikë që ne kemi asur nga qytetarët për shkak të deklarimit vjetor në vitin 2025 për vitin 2024, cilat janë shpenzimet e zbritshme që duhet i kemë parasysh qytetarët, jo vetëm bizneset, por edhe individët, të cilat duhet i deklarojnë si shpenzime të zbritshme për të patur më pak fitim, do të thoja unë, dhe kuptohet më pak tatim mbi fitimin. Shpenzimet të zbritshme me i terme thamë edhe pak më përpara janë të gjitha ato lloj shpenzime që janë në funksion të realizimit të ardhurave të një subjekti, kur mbështeten mbi dokumentacion ligjor. Të pazbritshmet janë të specifikuara, të zbritshmet nuk janë të specifikuara. Të pazbritshmet janë të llojeve të ndryshme, kanë normativa të ndryshme. Mund të them për shembull, amortizimi ka një tabelë që deri në këto përqindje lejohet. Interesat e bankave të ardhurave përsëri deri në një përqindje të caktuar lejohet që quhen të pazbritshme. Gjobat e policëve janë të pazbritshme. Gjobat që merr biznesi,
për arsye të aktivitetit të tij dhe të gabimeve të tija, nuk janë të pasbritshme, nuk zbriten nga të ardhurat, kupton? Ato realizohen i themi në pasqyra e cash flow si të ardhurat si lek të dala nga arka e ndërmarrjes, por nuk marrin pjesë në të ardhurat dhe shpenzime. Janë të pasbritshme. Domethënë janë sponsorizime të cilët tejkalojnë atë shifrën 3% cilë saja, janë dieta të cilët përsëri tejkalojnë normativat që ka përcaktuar shteti, është nafta e cila përsëri ose shpenzimet e naftës si Karburanti që janë në shërbim të aktivitetit, gjithmonë në shërbim të aktivitetit dhe gjithmonë kanë limite të caktuara, domethënë me fatura. Me fatura normal. Edhe të gjitha këto i quhen të pasbritshme dhe duhet patur parasysh se kur bën në rast në kontrolli, ato të shpenzimet e mirëmbajtjes, deri në 15% të vlerës fillestare thotë të ndërtesës lejohen. S'mund të vesh ti një ndërtesë e cila është 10 milion, thua 10 milion lek më bëri mirëmbajtja, do që ti vendos. E ka përcaktuar ligji dhe ti duhet të jesh korrekt ka tyre. Penaliteti është 100%. Nëse nuk je i rregullt në deklarimin vjetor. Se i quhet si manipulim, nuk kupton. Prandaj edhe penaliteti është i madh. Në këtë rast. Mirë, diskutime shumë i gjatë edhe pyetjet që na lindin janë pafund, patjetër që po, sepse janë tematika që kanë procedura ndoshta të komplikuara, mungesa e informacionit të subjekteve apo të qytetarëve. Janë procedura që ndryshojnë her pas here. Aq më tepër që edhe her pas here ndodhin ndryshime, kështu që do na duhet që ndonjëherë tek secila prej tyre të ndalemi tek një emision më vete. Zoti Ceci, të falenderojmë shumë që ishe pjesë e emisionit ton të parë në këtë sezon të tretë. Të shpresojmë që do të na ecë mbar edhe ky sezon televiziv. Do të shqetësojmë sërish, po e them kështu në thonjsa sepse e di që vjen me kënaqësi në studiot e RTS Korçës për dhënë informacione për gjithë ata që janë duke na ndjekur. Faleminderit dhe ju. Unë ndjej kënaqësi që vi këtu dhe jo vetëm për arsyen se ka të bëjë me një punë e cilën unë e bëj të përditshme, por edhe për detyrën si drejtuesi Institut Kontabël Miratuar e kemi për detyrë të sqarojmë subjektet dhe individët e ndryshëm. Të falenderojmë shumë. Riza, faleminderit që kemi ndarë edhe këtë puntat të parë dhe do të jemi në këtë rrugtim të gjatë të këtij sezoni të tretë televiziv për trajtuar po ashtu të tjera tema interesante gjatë puntatave në vim. Po e vtila do të vazhdojmë gjithmonë të trajtojmë pikërisht ato tema të cilat janë të domosdoshme për qytetarët, për ata se çfarë ata duhet të dinë në fusha të ndryshme dhe kuptohet që vitin e kaluar, në edicionin e kaluar, pikërisht ky emision ka bërë të mundur që shumë qytetarë të zgjidhin problematikat që ata kanë patur në fusha të ndryshme dhe unë do të thoja që dhe do të bëja edhe një apel qytetarëve që të vazhdojnë të shkruajnë në emisionin çfarë duhet të dini për të bërë të mundur që edhe kur të ndërtojmë pikërisht temat e emisionit, të kemi ato tema të cilët kanë interes qytetarë. Interes, patjetër që po. Për mendimin tim, duhet të marrë në konsiderat ato tema të cilët janë në rend të ditës, siç ishte rasti dokumentacionit, i cili normalisht vazhdon në fushata e drejtorisë përgjithshme të tatimeve vazhdon në kontrollën mbi subjektet dhe duke mos qenë shumë subjekte, duke mos qenë të informuar, penalizohen. Patjetër, në her pas here vim kështu me aktualitetin, me ndryshimet ligjore, apo qofte edhe atë që tha Rizai me pyetjet që na vijnë nga publiku, kështu që kjo na motivon pra zgjidhjen që kanë gjetur qytetarët, por po ashtu i ftojmë që të na shkruajnë, të na ndjekin në rrjetet sociale, në kanalin ton YouTube apo në faqet tona zyrtare në Facebook dhe Instagram, duke na sugjeruar edhe temat që do duan të trajtojmë në emisionet e ardhshme në emisionin Çfarë duhet të dini. Faleminderit që na ndoqët, bashkë do të shihemi të martën e ardhshme.